Më trego pak për eksperiencën dhe emocionet e tua teksa sfiloje në një ndër eventet më të rëndësishme të botës së modës. Ishte një emocion i papar, ishte shumë emocione, pasi unë isha vetëm 16 vjeçë dhe hera e parë që kam hyrë në skenë ka qenë më 24 shtator 2024, por unë aty kam pas qenë vetëm për të marrë eksperiencë. Aty ishin 6 brende dhe të gjitha brendet më përzgjodhen mua. Wow, sa bukur. Faleminderit. Edhe hypa në skenë për herë të parë. Wow, një mrekulli e vërtet, emocionet pafundme. Bukur, po besoj njësoj ishin emocionet edhe 2 muaj më parë, teksa është mbajtur në Milano Fashion Week. Ke shumë të drejtë. Ishe më tepër ngarkesë, doje që të shkonte më mirë se një vit më parë. Po, besoj, sepse edhe herën e parë që ipa në skenë kisha shumë emocione, por edhe herën e dytë pasi mësohesh, do të jetë si pasion një jotë.